Ajo e nisi udhëtimin si një grua krejt e zakonshme, me lodhje në sy dhe një çantë të vogël në duar. Ai e nisi si një burr që kishte gjithçka, nga pasuria te fuqia, por pa asgjë që i mbushte shpirtin, dhe pikërisht në 11.000 metra lartësi, midis rreve dhe heshtjes së avionit, ndodhi diçka që nuk ishte planifikuar. Ajo i ra në krah dhe e zuri gjumi, dhe ai, për herë të parë pas shumë vitesh, nuk e largoi askënd. Pjesa i Takimi në qiell, 1. Udhëtimi që nuk duhej të ndodhte. Arlinda ishte 29 vjeçe, punonte si asistente në një klinikë dentare në Tiranë dhe kishte marrë pushime për herë të parë pas 3 vitesh. Po shkonte drejt Dubajit. Aty ku e priste kushërira e saj. Jo për luks, as për shopping, por për të ikur nga rutina që e kishte zënë frymën. Ajo hipi në avion me zemrën plot mendime. Jeta i dukej e mpakur, një lidhje e dështuar, një punë e lodhshme, një nënë e sëmurë dhe qiraja që ngrihej çdo vit. Nuk kishte asgjë të veçantë në jetën e saj. Ajo nuk e dinte se vendi i saj ishte pranë një burri që nuk e njihte askush personalisht, por për të cilin fliste gjithë bota e biznesit. 2. Vendi 14A, kur hyri në rreshtin e saj dhe pa burrin në sediljen pranë, Arlinda mendoi, edukuar duket. Ose tepër i rëndësishëm për të ulur këtu. Sepse ai ishte, emri i tij, Adrian Dervishi. Ishte 38 vjeç, miliarder, pronar i një prej kompanive më të mëdha të investimeve në Evropë. Fluturonte shpesh me avion privat, por sot, për arsye krejt personale që askush nuk i dinte, kishte zgjedhur të udhëtonte me linjë të thjeshtë komerciale, dhe askush nuk e njihte. Veshur thjesht, pa roje, pa bujë. Një vetmi që e mbështillte si këmish gri. Kur Arlinda tentoi të vendoste çantën lart, ai u ngrit në këmbë pa thënë asnjë fjalë dhe e ndihmoi. Ajo e falenderoi. Ai dha vetëm një buzëqeshje të vogël. 3. Lodhja që i mbylli syt, avioni u ngrit. Arlinda kishte ndenjur zgjuar gjithë natën duke paketuar dhe duke u shqetësuar për nënën. Syt i rëndoheshin. Pas një ore fluturimi, turbulencat filluan. Ajo kishte frikë. Shtrëngonte krahët e sediljes. Adriani vuri re duart e saj të dridhura. Mos u shqetësoni, i tha me zë të qetë. Kam pak frikë, i tha ajo, duke u skuqur nga sikleti. Është normale. Ka turbulenca çdo fluturim, dhe në atë moment, sikur trupi i saj të ishte gjetur më në fund një vend të sigurt, Arlinda thjesht ra në gjumë. Koka i ra ngadalë mbi krahun e tij. Ajo u ngrit për t'u ndjerë në siklet. Ai mund ta largonte. Mund t'i thoshte të rregullohej. Mund t'i kërkonte hapësirë, por nuk e bëri. Adriani ngriti dorën, tërhoqi pak xhaketën që të mos i bezdiste dhe e la të qetësohej mbi krahun e tij. Dhe ndërsa ajo flinte, ai e shikonte me një lloj butësie që nuk e njihte më prej vitesh. Sa kohë ka që nuk më është afruar njeri pa interes? Mendoi ai. Pjesa I, zgjimi I padashur. 4. Sikleti I saj, heshtja e tij. Arlinda u zgjua pas 40 minutash. Kur pa veten në krahun e tij, u skuq si flak. Më vjen shumë keq. Nuk e kuptova fare kur, belbëzoi ajo. Është në rregull. Flini sa të doni, i tha qetë. Nuk pati batuta. Nuk pati flirt. Ai foli me një thjeshtësi të çuditshme. Kjo e bëri atë edhe më të mistershëm. 5. Pesha e një bisede të vogël. Po shkoni për pushime? E pyeti ai. Po. Duhet pak qetësi. Buzëqeshi ajo dobët. Po ju? Ai heshti disa sekonda. Edhe unë. Kam vite që nuk kam pasur qetësi. Ai nuk i tha kush ishte. Ajo nuk e pyeti. Ishte një bisedë mes 2 njerëzve që s'janë mësuar të marrin premtime nga jeta. 6. Ulja e avionit që zgjati më shumë se ç'duhet. Kur avioni po ulej, turbulencat u shtuan. Arlinda përsëri u trem. Adriani vuri dorën mbi të saj, vetëm sa për t'i dhënë siguri. Ishte një prekje e butë, e qetë dhe e ngrohtë. Ai nuk e la derisa avioni u ndal. Arlinda ndjeu diçka brenda vetes që nuk e njihte. Jo dashuri, jo dëshirë, por një lloj sigurie që nuk e kishte ndjerë me askënd më parë. 10. Darka që filloi si lojë, por ndryshoi gjithçka.
Arlinda erdhi në restorantin pranë marinës me fustanin e thjesht që kishte marrë nga Shqipëria. Nuk ishte as luksos, as I shtrenjtë, por I rinte bukur, aq sa ajo vetë nuk e kuptonte sa shumë tërhiqte vëmendjen me thjeshtësinë e saj. Adriani ishte ulur pranë dritares, me një gotë ujë përpara. Jo verë. Jo koktej. Vetëm ujë. Kur e pa të hynte, ai u ngrit në këmbë. Më vjen mirë që erdhe, tha me një ton që duke I kontrolluar, por sytë e tradhtonin. Ai ishte më I emocionuar se ç'dëshironte të dukej. Arlinda u ul përballë tij. Përreth ndizej muzika e qetë arabe, ndërsa deti fërfërinte jashtë. Nuk e kuptoj akoma pse më ftove. Tha ajo, duke buzëqeshur me siklet, sepse ai mori frym thellë, sepse më kujtove një ndjenjë që mendova se nuk e kisha më. Arlinda u befasua. Çfarë ndjenje? Ai u shikua drejt në sy, normalitetin. Kaq mjaftoi që zemra e saj të rrihte pak më fort. 11. Një burr I mbyllur, një grua shumë e hapur, ugari I emocioneve shpërtheu ngadalë. Ai fliste pak. Ajo fliste shumë më tepër. Por sa herë ajo qeshte, sytë e tij butësoheshin si të fëmijës që sheh dritë pas errësirës. Arlinda I tha pas një ore, a ke qenë ndonjëherë e dashuruar? Ajo u step, jo në atë kuptimin e vërtet, pranoi ajo. Kam pasur dikë. Por ishte një marrëdhënie ku më duhej të luftoja për çdo gjë. Për çdo gram vëmendje. Për çdo si je. Në fund u lodha, ai e dëgjoi me një seriozitet të rrallë. Njerëzit e mirë shpesh bien te njerëzit që nuk I meritojnë, tha ai qetë. Po ti? Pyeti ajo. Ai uli filxhanin, duke shmangur syt. Kam pasur gjithçka që mund të blehej me para. Por jo askënd që të më donte për njeriun që jam. Vetëm për atë që zotëroj. Ajo e shikoi me keqardhje. Dhe diçka u thye brenda tij. 12. Një shëtitje që ndriçoi një fillim. Pas darkës, ai propozoi të ecnin në marinë. Ajri ishte I ngrohtë, dritat pasqyroheshin në ujë, ndërsa turistët qeshnin nëpër lokale. Arlinda ecte e ndrojtur, me duar në çantën e vogël. Adriani e vuri re. Po mendon për të nesërmen? E pyeti, po. S'jam mësuar të kem jetën time kaq. Interesante, dhe e ke frikë? Shumë. Ai qeshi lehtë. Arlinda. Nëse ka diçka që duhet të dish për mua, është kjo. Nuk I afrohem askujt pa një arsye të madhe. Ajo e pa drejt. Cila është arsyeja këtë herë? Ai ndaloi, u kthye nga ajo, dhe për herë të parë, nuk e fsheu më asgjë. Ti, ajo humbi fjalët. 13. Telefoni që prish imagjin, ndërsa ecnin, telefoni I Adrianit ra. Ai u ndal, pa ekranin, dhe fytyra I u errësua. Nuk e hapi thirrjen. Vetëm e mbylli, shpresoj të mos jetë ndonjë problem. Tha Arlinda, një problem që nuk dua ta marr me vete sonte. Tha ai, me një zë që e tradhtonte. Thirrja ishte më e rëndësishme se sa ai donte të pranonte. Ajo ndjeu një të ftohtë të vogël në bar. Ishte një lloj parandjenje që nuk e dinte nga vinte. 14. Momenti I afërsisë që askush nuk e planifikoi, ndërsa po ktheheshin te taksit, një fëmijë I vogël vrapoi dhe gati u përplas me Arlindën. Ajo humbi ekuilibrin. Adriani e kapi përbeli, e mbajti aty, afër, për një sekond më shumë se sa ishte e nevojshme. Ajo ngriti syt, ai nuk e lëshonte. Ishte një moment I qetë, I butë, I rrezikshëm, dhe pikërisht kur ajo ndjeu se po I dridheshin buzët. Ai u tërhoq lehtë, më fal. Murmuriti ai, nuk ka gjë. Tha ajo, me një zë që mezi e njohu. 15. Ndarja te taksia, dua të shoh përsëri, I tha Adriani, unë. Jam këtu vetëm një javë, atëherë më jep një javë. Pse unë? Pyeti ajo, e sinqert, sepse ti më sheh si njeri. Dhe unë e kam humbur këtë ndjenjë shumë vite më parë. Ajo ndjeu diçka të ngrohtë në gjoks, eci drejt taksisë, por para se të hipte, ajo u kthye, po. Mund të shihemi nesër. Ai buzëqeshi me një lehtësinë që nuk e fshinte dot, dhe në atë buzëqeshje, në atë natë të nxehtë arabe, diçka lindi mes tyre, jo dashuri. Jo ende, por një lidhje e pashpjegueshme, e atill që nuk duhej të ndodhte midis një milioneri të thyer dhe një vajze nga Tirana që flinte në avion nga lodhja.
Dita e dytë, një mëngjes që nuk i ngjante atyre të zakonshmëve, Arlinda u zgjua në krevatin e kushërirës, në një apartament të zakonshëm pranë Sharias. Dielli përvolonte tej dritares, ndërsa tingujt e trafikut të Dubait krijonin një zhurmë konstante. Ajo u ngrit me një ndjesi të çuditshme, nuk ishte thjesht emocion. Ishte si një copës jete e re që po dilte në sipërfaqe, kishte kaluar shumë kohë që një mashkull nuk e kishte bërë të ndjehej. E parë. E vlerësuar. E sigurt, kushërira e saj, Vesa, e pa teksa qeshte e humbur në mendime, me këje në mendje? E ngacmoi, me askën. Tha Arlinda, por faqet ju skuqen, e pra. Si kur je në Dubai për një arsye krejt tjetër tani, Arlinda nuk foli më. Ishte shumë herët për të shpjeguar diçka që as ajo vetë nuk e kuptonte. 17. Mesazhi i parë që ndryshoi tonin, rreth orës 10:00, telefoni i saj vibroi. Një numër i panjohur, mirëmëngjes, a mund të marr për një kafe sot? Ajo nuk e priste mesazhin kaq shpejt, nuk priste as që ai do shkruante. Ajo mendonte se ndoshta darka kishte qenë diçka spontane, një pasion i momentit për një burr të vetmuar, por ja ku ishte, i sakt, i qartë dhe i drejt për drejt. Ajo shkroi, po. Ku? Pas 2 minutash erdhi përgjigjja, të dërgoj makinën time. Nuk dua të humbas as një minutë duke kërkuar vend. Ajo u shtang, makinën time? Ai fliste ndryshe. Me një vetbesim të butë, por të padiskutueshëm, dhe ajo e kuptoi diçka, ky njeri nuk ishte dikush, ishte dikush shumë i rëndësishëm. 18. Shoferi që nuk pyeti asgjë, një makinë e zezë luksoze ndaloi poshtë pallatit. Shoferi zbriti dhe i hapi derën. Zonja Arlinda? Pyeti, po, zoti Adrian më dërgoi për t'ju marrë. Ajo u ul pas dhe zemra filloi t'i rrite fort. Në xhamin e përparm pa shoferin serioz, me kostum, sikur po transportonte dikë shumë të rëndësishëm. Asnjë mashkull nuk e kishte trajtuar kështu, por një pyetje i përshkoi mendjen, kush është ky njeri në të vërtetë? 19. Takimi në hotelin e fshehtë, makinë ndaloi përpara një hoteli luksoz, të cilin ajo nuk do ta kishte shkelur dot kurrë ndryshe, as si turiste, në hyrje, Adriani po e priste. Veshur thjesht, si mbrëm. Ai dukej si një burr që e kontrollonte gjithçka përveç vetes. Doja të shija sot, i tha sapo e afroi. Ajo ndjeu ngrohtësi, por edhe hutim. Adriani. Kush je realisht? Ai qeshi lehtë, një burr që po mundohet të njoh. Nuk dua të futem në diçka të rrezikshme, i tha ajo hapur. Ati ju shua buzëqeshja për pak sekonda. Nuk do të lëndoj, Arlinda. Nuk jam ajo lloj rreziku, por toni i tij kishte një thyrje të lehtë. Sikur ai vetë e dinte se diçka e tij e shkuar mund të ishte problem. 20. E vërteta që nuk e priste, u ulën në një nga suitat e hotelit, ku kishte pamje mbi gjithë Dubain. Nuk ishte thjesht një dhomë. Ishte një mbretëri mbi tokë. Arlinda u step, unë. Nuk i përkas këtij realiteti, tha ajo, duke ndjerë sikur të ishte futur në një histori të huaj. Ai ju afrua, nuk të kërkova të më përkisje. Të kërkova vetëm të ishe këtu. Heshtën disa sekonda, dhe pastaj, sikur ai të lodhej duke fshehur, nëse do ta dish kush jam. Miru pafshim thjeshtësia, ajo ngriti vetullat. Pse? Sepse jam dikush që do të prish qetësinë. Qetësinë e kam prishur vetë kur pranova darkën, ja ktheu ajo, ai buzëqeshi, më pëlqen mënyra si mendon, dhe më në fund ai foli, Arlinda. Unë jam pronari dhe sajau i dervishi Capital Group, ajo u shtang. Kishte dëgjuar për atë kompani. Ishte një nga më të mëdhat në Europë, do të thotë që je miliarder, përfundoi ai qetë. Arlinda qëndroi e heshtur. Ishte e hutuar, por jo sepse ai ishte i pasur, por sepse ai ja kishte fshehur. Pse nuk ma the që në fillim, sepse doja që ti të më shije si njeri. Jo si pasaport parash, ajo e kuptoi, dhe i erdhi keq. 21. Fishek zjarret e heshtësisë, ai u ngrit. Eci drejt dritares dhe shikoi qytetin. Arlinda. Unë jam lodhur nga njerëzit që më shohin si bankoma. Si burim pushteti.
Si trampolin për interesat e tyre, ajo u afrua ngadalë, po unë? Çfarë jam? Ai u kthye. Ishte i sinqert deri në dhimbje, ti je e para që nuk më ke kërkuar asgjë. Ajo hapi gojen për të folur, por ai vazhdoi dhe kjo më trem. Shumë, Arlinda u hutua. Pse të tremb? Ai e shikoi drejt, sepse më bën të dua diçka që nuk guxoj ta dua. Ajo ndjeu një tronditje në gjoks. Çfarë? Ai u afrua aq shumë sa mund ta ndjente frymën e tij, normalitetin. Dhe ty, ajo heshti. Zemra e saj rrite fuqishëm. Por para se të mund të përgjigjej, dera e sujtës trokiti vrullshëm. Adriani ngriti kokën, u zbe, kush është? Pyeti Arlinda, ai nuk foli, dera trokit përsëri, këtë herë më fort, Adriani. Dëgjoi zëri i një burri të rritur, i zemëruar. Duhet të flasim. Menjëherë, Arlinda u ngrir, Adriani mbylli syt për një sekond, pastaj i hapi, këtu fillon rreziku, tha me zë të ulët, ajo u drodh. Burri çërpriste pas së derës, 22. Dera që nuk duhej të hapej, trokiti për herë të tretë, edhe më fort. Ajo ishte ajo lloj trokitjeje që nuk vinte nga dikush që kërkon leje, por nga dikush që pretendon autoritet. Arlinda mbeti pa frymë. Adriani shtrëngoi nofullat, qëndro këtu, i tha me zë të ulët, po thuaj të shuar. Dhe mos fol, ai eci drejt derës me hapa të ngadalshëm, sikur çdo hap ishte një vendim. Hapi derën vetëm pak centimetra, nuk është momenti, tha ai me zë të ulët, por të prerë. Zëri i burrit nga jashtë nuk ul fare, mjaft me lojra, Adrian. Hape derën, ajo që e çudit më shumë Arlindën ishte toni. Nuk ishte thjesht i zemëruar. Ishte i mësuar të komandonte. Adriani pshertiu, hapi derën plotësisht, 23. Burri që dukej si hije e së shkuarës, në prag qëndronte një burr rreth të 50-tave, elegant. Me kostum të zi. Me një shikim që nuk qeshte kur, ai hyri brenda pa pritur ftesë. Kur pa Arlindën, ngriti vetullat. Pra ky është shkaku pse nuk po merr telefonin, Arlinda u shtang. Ai fliste si dikush që e njihte shumë mirë Adrianin. Leke, tha Adriani shkurt, po të thash që nuk është momenti. Arlinda lëvizi instinktivisht pas një hapi. Emri i tij i ngeci në mendje. Leke, burri ju afrua Adrianit, ke një takim me bordin dhe me investitorët amerikan brenda 2 orësh. Po na turpëron duke u zhdukur. Adriani hodhi syt nga Arlinda, pastaj nga Leka, nuk u zhduka. Po marr frym merr kur të vdesësh, ia ktheu ai me arrogancë. Arlinda zuri frymën. Kur nuk kishte dëgjuar dik ti fliste një miliarderi ashtu, dhe atëherë ajo kuptoi, ky burr nuk ishte punonjes. Nuk ishte as partner i rastësishëm, ishte dikush shumë i rëndësishëm. 24. E vërteta për Lekën, Leka e pa drejt Arlindën për disa sekonda. Ti je? Arlinda skuqet, unë. Jam thjesht një mike, ai buzëqeshi hidhur, mike. Po mike si hap sujtën më të shtrenjtë të hotelit, ajo uli syt, Adriani e ndërpreu, Leke. Mjaft, Leka ju kthye me një vështrim të ftohtë, nuk ke kohë për romanca, Adrian. Sidomos tani. Të kujtoj unë çfarë rrezikohet, ajo pase si Adriani ngriti kokën ngadalë, me atë lloj shikimi të një burri që mezi përmbahet, edhe një fjalë tjetër. Dhe do të dalësh nga kjo dhomë i penduar, Arlinda u trondi. Zëri i Adrianit ndryshoi krejt. U bëi rrezikshëm. I ftohtë. I prerë, ndërsa Leka nuk lëvizi fare, po të kujtoj vetëm faktet, tha ai. Të gjithë syt janë mbi ne. Nëse nuk shfaqesh sot, ndodh ajo që kemi frikë të dy. Arlinda nuk po duronte më. Çfarë po ndodh? Pyeti ajo, pa e përmbajtur më veten. Leka e pa drejt. I habitur që ajo guxoi të ndërhynte, nuk ta ka thënë? Pyeti ai me një ton tallës. Adriani e ndërpreu menjëherë, ajo nuk ka lidhje me këtë, ka më shumë se duhet, ia ktheu Leka, sidomos kur fshihet pas një vajze në hotel ndërkohë që kompania po përballet me një krizë të brendshme. Arlinda u ngrir. Krizë? Çfarë krize? Ajo shikoi Adrianin me sy të tronditur. Adri.
Çfarë është kjo krizë? Ai e uli shikimin, për herë të parë që kur njiheshin, ai dukej vërtet I pafuqishëm. Nuk dua të fus në këtë botë, Arlinda, tha ai ngadalë, 25. Kërcënimi që u bë zyrtar, Leka vendosi dosjen e zezë mbi tavolinë. Ky është raporti I fundit, dikush nga brenda po rrjedh informacion. Dhe tani investitorët dyshojnë për ty, Adriani u ngrit me vrull, për mua, po. Për ty dhe kur shefi I një perandorie ekonomike zhduket për 2 ditë rresht me një vajzë të panjohur. Ai ngriti supet, çdo gjë duket më keq se është. Arlinda ndjeu sikur toka I iku nën këmbë, e gjithë kjo ishte për shkak të saj, Leke, tha Adrian me zë të ulët, nëse shikon prap nga ajo kështu, do dalësh jashtë menjëherë, Leka qeshi lehtë. Po të pres poshtë. Bëhu gati. Je në luftë, Adrian. Jo në pushime, ai doli, duke e përplasur derën, dhe heshtja ra si një peshë e rënd në dhomë. 26. Arlinda dhe e vërteta që e pret, Adriani u kthye nga ajo, shikimi I tij nuk ishte më I qeshur. Nuk ishte më I butë, ishte ai një burri që mbante mbi supë një botë të tërë, Arlinda. Tha ngadalë. Unë jam në mes të një stuhie. Një stuhje që s'ka lidhje me ty por që mund të përfshi pa dashur, ajo nuk foli. Po e shikonte me sy të lagur, ai mori frym thellë, prandaj të thash që unë jam rrezik për mua? Pyeti ajo me zë që I dridhej. Adriani ju afrua, e preku lehtë në dorë, jo, për veten tënde, ajo e tërhoqi dorën, e tronditur, Adri. Unë nuk jam mësuar me njerëz që jetojnë në botëra kaq të rrezikshme. Ai qeshi hidhur, as unë nuk jam më mësuar me veten time, ajo mbeti e heshtur për pak, pastaj e tha me zë të ulët, dua të di të vërtetën. Të gjithë, nuk mundem, atëherë pse më afrove, sepse. Ai ngriti kokën, je e vetmja gjë e pastër që më ka ndodhur në 10 vitet e fundit. Dhe nuk dua të humbas, ajo I iku paksa syve, e kupton që unë jam vetëm një vajzë nga Tirana, pikërisht prandaj, tha ai. Arlinda mori frym me vështirësi, Adri. A është jeta jote në rrezik? Ai heshti, heshtja ishte përgjigjja, ajo u tremb, a jam dhe unë në rrezik tani? Ai ju afrua edhe një hap, po të jesh pranë meje. Po, ajo mbylli syt dhe e kuptoi, kishte hyrë në një histori shumë më të madhe se sa dashuria në një avion.